Bashkia e Kukësit është përfshirë në një vështirësi të theksuar financiare si pasojë e nivelit të ulët të mblidhjes së taksave nga njësitë vendore dhe bizneset. Ky problem ka dalë në pa gjatë një analize rreth gjendjes financiare në Këshillin Bashkiak, ndërsa ka rezultuar se arka e bashkisë është drejt boshatisjes, si shkak i mosmbledhjes së të ardhurave nga njësitë vendore dhe subjektet private. Problemi kryesor është realizimi i të ardhurave. Shifra 51% tregon më së miri pasi Bashkia e Kukësit ka një deficit të jashtëzakonshëm në realizimin e të ardhurave si rezultat i mosvjeljes së detyrimeve nga subjektet shtetërore edhe nga subjektet private. Subjektet shtetërore janë të detyruar dhe ne kemi ndjek rrugën ligjore dhe tashmë kemi kontraktuar një kompani private zyrë përmbajtimi, një zyrë përmbajtëmore dhe po vazhdojmë të vjelim të gjitha detyrimet që janë të subjekteve shtetërore që kanë ndaj Bashkisë Kukës. Në total të ardhurat janë realizuar në masën 51%, nga 75 milion të planifikuar Nga 75 milion lekë të reja të planifikuara për të mbledhur janë arkëtuar vetëm 39 milion lekë të reja.